Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës Kurani është libri i jetës. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë në surën Bekare, në ajetin 121 të kësaj sureje se: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që u kemi dhënë librin dhe e lexojnë, ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të, kurse ata që nuk besojnë në të, padyshim janë të humbur. Kur i zbritnin ajetet e Kuranit profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e pushtonte një gjendje e habitshme, dridhje dhe rënqethje. Në një gjendje të tillë, ai hidhte mbi të një mbulesë. Kjo gjendje i ndodhte për shkak të rëndesës dhe vërtetësisë së ajeteve të zbritura. Lexuesi a kënduesi i parë i ajeteve të Kuranit ka qenë vetë profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e më pas ai u mësonte këto ajete të tjerëve. Leximi a këndimi i ajeteve ka një rëndësi të veçantë dhe të madhe. Ai është hyrje për mësimin e Kuranit, por dhe të urtësisë. Kjo theksohet dhe në surën Gjuma, në ajetin e 2, ku Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Është ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për të lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për të mësuar librin dhe urtësinë, ndonse ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Kuptimin dhe dijen e Kuranit, profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ka marrë drejt për së drejti nga burimi ndriçues i Kuranit. Për këtë, besimi i profetit në Kuran është shumë i thellë dhe shumë madhështor. Kur e lexonte Kuranin, ai ia jepte të drejtën leximit a këndimit dhe kjo e drejtë buronte nga njohja e gjithanshme që kishte ai për këtë libër qiellor. Padyshim, leximi, këndimi i Kuranit që del nga zemra njohëse ndikon shumë në zemrat e të tjerëve gjithashtu. Për këtë, politeistët Mekas gjithmonë i këshillonin simpatizanët e tyre që të mos ja vinin veshin Kuranit, pra atit Kuran që thoshin ato që është Kurani i profetit Muhammad dhe kur ta dëgjonin t'i mbyllnin veshët. Kushdo që lexonte zërin e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai bëhej besimtar. Pra, kushdo që dëgjonte fjalën e Allahut xhaleshanhu, ajo fjala aq shumë dikonte në zemrat e tyre, saqë nuk kishte asnjë rrugë tjetër veç se sa ato të ktheheshin në rrugën e monoteizmit dhe në besimin në Zotin një dhe të vetëm. Sigurisht, leximi a këndimi i bazuar në njohje është portë hyrëse në praktikimin e vërtet e të çiltërt të Kuranit famëlar. Kurani, i shpallur nga Allahu i madhëruar, ka zbritur për udhëzimin e njerëzve, ka ajo që është më e mira, siç thuhet dhe në surën Isra, në ajetin e 9, se Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira. Prandaj, që të kuptohet sa më mirë Kurani, duhet që çdo njeri të ketë si shembull profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurani jo vetëm që është udhëzues, ai është sqarues dhe shpjegues për çdo gjë. Allahu thot në surën Nahl në ajetin 89 se: Ne ta zbritëm ty librin si shpjegim për çdo çështje. Për këtë, në çdo fushë të jetës, Kurani duhet të jetë i pranishëm, sepse ai përmban ligjet më të përkryera për jetën tonë. Natyrisht, që Kurani është sqarues dhe shpjegues i çdo gjëje që ndodhet rreth nesh. Por, me kusht që të merret si shembull i dërguari i Allahut dhe të pastrojmë zemrat që ato të jenë të gatshme për pritjen e rrezeve ndriçuese të Kuranit fisnik. Çdo njeri duhet ta konsiderojë Kuranin shërues, shpëtues dhe libër të jetës së tij.
Ashtu si që thot dhe vetë Kurani, duhet të mendohemi thellë në këtë mrekulli të krijuesit me qëllim që të gjejmë rrugën e vërtet dhe atë të drejtë. Kurani të nderuar dëgjues dhe shikues është si shiu, i cili kur bie, ai mund të përfshi të gjitha tokat. Por nga ky shi përfitojnë më tepër ato toka që janë më të përshtatshme për bimët dhe për pemat, ndërsa tokat kripore për shembull, edhe pse në to bie shi, mirëpo në to nuk gjendet prodhimtari, me përjashtim të ndonjë bime apo gjëmbi që mbinj sa andej këndej. Në vetvete shiu është bujar dhe shumë dobi prurës. Prodhimtaria e tokës varet nga kushtet e saj dhe aftësitë e bimëve dhe të pemëve nga përfitimi prej shiut. Pra, kjo na lë të kuptojmë se Kurani famëlart është shiu i cili bie në këto toka dhe ringjall ato. Është shiu i cili na jep jetë, është shiu i cili na gjallëron. Kurani famëlart është fjala e Allahut, është motivimi jon për të vazhduar jetën ashtu siç kërkon krijuesi i gjithësisë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë se Bismillahirrahmanirrahim. Toka e mirë i jep frutat me lejen e Zotit të saj, ndërsa toka e keqe zor se jep gjë. Kështu, në mënyrë të ndryshme, ne ja shpjegojmë shpalljet tona njerëzve mirënjohës. Ajeti 58 i surës Araf. Dhe në surën Isra, në ajetin 82, Allahu i madhëruar thot: ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve keqbërës ushton veç se humbje. Në ajetin 52 të surës Araf, Allahu thot: ne u kemi zbritur atyre një libër, të cilin e kemi shpjeguar gjërësisht që të jetë udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Pra Allahu thot, në fillim njerëzit duhet të besojnë, duhet të ndjekin rrugën e drejtë, duhet të kuptojnë që besimi është ai i cili e ngren njeriu në morale, në virtyte, dhe më pas të kapet pas fjalës së Allahut xhaleshan në Kur'anin famëlart, sepse ai është udhërrëfyes, është shpjeguesi çdo gjëje dhe mbi të gjitha është mëshirë për njerëzit. Dhe në surën Bekare, në ajetin e 2, të gjithë e dimë që Allahu xhaleshan çfarë thot në këtë sure, se ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit. Pra kuptimet e këtyre ajeteve të sqarojnë se Kurani është udhëzues për besimtarët dhe atyre të devotshmëve. Ndërsa, kur ndërshtarët e Allahut jo vetëm që nuk përfitojnë nga mësimet dhe udhëzimet e librit të tij, por ata janë gjithmonë në humbje dhe në skëter. Pra nëpërmjet të menduarit, të logjikuarit dhe arsyetimit të fortë në Kur'an, ne arrim të gjejmë rrugën e drejtë dhe të ecim në ta. Rrugën e lumturisë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Nga ky libër arrim të nxjerrim rregullat që na sigurojnë begatinë e kësaj jete dhe shpëtimin në jetën tjetër. Mirpo, kjo ka nevojë që zemrat tona të jenë të shëndosha dhe të përkushtuara në njohjen e Allahut të madhëruar dhe të dërguarit të tij. Dhe nëse duam të jemi ndjekës të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por jo vetëm të jemi dhe zbatues të rregullave dhe ligjeve të përpikta të Allahut xhaleshanhu në Kur'anin famëlart, padyshim që do të jemi të lumtur dhe të shpëtuar në botën tjetër, në momentin që ne ndjekim profetin Muhammed dhe zbatojmë rregullat e Kur'anit famëlart. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju.